Fillimisht duhet me e kuptu drejt se referenca jonë dhe baza kryesore për çdo besimtar është Kurani dhe Suneti. Para të dhe Allah subhanahu wa taala ka kërkuar nga besimtar, ku ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum." O ju të cilët keni besuar, nënshtroni Allahut, të dërguarit e tij dhe udhëheqësisë që janë në udhëheqjen tuaj fetare. Allah subhanahu wa taala pas kësaj na ka vendosur referencën te kush do të mu drejtu. Allah të ka treguar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." E ka treguar shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na ka thonë se modeli juaj më i mirë, shembulli më i mirë është shembulli i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ky është ai modeli jon. Pastaj na ka treguar edhe më detajisht për gjëra dhe për njerëz se cilë do të me ndjek, pra gjithë ata që në rrugën e pejgamberëve të Allahut, ata janë referenca dhe modeli jon. Ibn al-Qayyim rahimahullah e ka një thënie shumë të bukur lidhje me këta. Thot nuk mundet me u bë bashkë në një pijat edhe uji edhe zjarri. Pra besimtari duhet me zgjedh ku po do me shku. Apo do një jetën si besimtar mbasi që ka pranuar me vetë dëshirë me u fut në fenë Allah subhanahu wa taala. Atëherë duhet me pas parasysh se veprat e mira i fshin veprat e këqija. Po Allah na ruaj, duhet me pas kujdes sepse edhe veprat e këqija në vazhdimsi, sado që të vogla që janë dhe bëhen vazhdimsi, ato e marrin gjykimin e veprave të mëdha të ndalume. Dhe çdo vepër e keqe fillon me t'i fshi pastaj veprat e mira. Besimtari nuk duhet me leju veten që me shku një kohë e gjatë dhe ende duke bashku në të njëjtën pijat edhe zjarrin edhe ujin. Andaj duhet me zgjedh ka po don. Secili njeri është kandidat potencial për me rënë në një nga ndalesat. Pra ne nuk kemi trujtun sikur se kanë qenë trujtun pejgambert nga Allah subhanahu wa taala. Ne mundemi edhe me bëj gjinoje, mundemi edhe me u pendu dhe me bëj vepra të mira. Mirë, po kjo mos me shku qëllimisht me i bëj këto gjëra. Andaj një besimtar, një praktikus i dend, i cili ka fillu namazin me fal, i cili ka fillu agjerimin, një motër që është mbulu, do të me pas parasysh se tani vetëm është fut në taborin e fesë islame. Dhe deshti apo jo, ka me qenë model i asaj feje për një shoqëri, pjesë shoqërisë caktuar, për familjen e saj, për rrethin e saj, për shoqërinë e saj apo të tij. Andaj nëse unë kam filluar me u fal, njerëzit nuk kanë më thonë kur e bëjnë një të keqe se biri i filanit e ka bënë një keqe, po kanë më thonë, "More ky falet." Pra i drejtohen direkt në namazin e tij. Po ashtu edhe ka ana tjetër, nëse një vajzë është mbulu dhe ajo është në mbulesë, mirë, po njëtën kohë haptas bën një nga mëkatet, njerëzit kanë me thonë se mëra ajo është e mbuluar, nuk ka mundësi kjo më kon kështu. Pavarësisht që njeri mundet me kon shumë devijim, ai me ndërgjegjen e tij të mbrëmshme ka me thonë se kjo e mbuluar nuk e ka vendin që tu, po edhe ky namazli nuk e ka vendin që tu. Pra ata kanë me caktu vendin vet sepse e dinë se feja Allah subhanahu wa taala nuk përzihet me të keqen. Allahu ka ndalu alkoolin, ka ndalu zinan, ka ndalu bigjozin, ka ndalu vendet në dyta që janë vendet shejtanit. Pra kur e shohim ne një besimtar apo një besimtare të mbuluar brenda këtyre taborëve, brenda këtyre rrethave, është për një mend e çuditshme dhe me njërt ngritet ajo ndërgjegja se çka lyp ky apo kjo në ato vende. Po ashtu nuk duhet me leju një besimtar apo një besimtare që më shku kohë e gjatë dhe ai ende me qenë në të njëjtën pijat edhe me zjarrin edhe me ujin. Pra edhe duke u fal, edhe duke dal haptas ty bo harame. Duhet me i reduktu çdo ditë më tepër ato harame që është duke i bën veçanti, duhet me pas shumë kujdes që në publik mos më marr ato sepse fundit deshte apo s'deshte je referencë kësaj feje se gjithmonë te ne spaku tradit vendin tonë është që nëse një djalosh fillon me u fal kanë më thonë hoj me njëri je referencë, je modeli i fesë islame. A do të kemi kujdes? Me pa tjetër do të kemi kujdes. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala në surën El-Ahzab në ajetin 36 thotë nuk i takon asnjë besimtari apo besimtare që për një çështje të caktuar të kenë mendim vetin në fenë Allah subhanahu wa taala. Ata të tregojnë se si duhet me kon modelin fenë islame, duke neglizhu Kur'anin dhe Sunetin, me tregu se mu ma merr mendja që ne jetojmë këtu, ne duhet futemi në rrethën e njerëzve. Jo, ne kemi kufi me fenë Allah subhanahu wa taala. Kufini jonë është aty ku na ka leju Allahu, aty shkelim, aty ku na ka ndalu, ne nuk e kalojmë atë pjesë të rrezikshme që besimtari mu fut dhe me djeg veten e tij. Andaj duhet të pas kujdes se Allahu na ka tregu modeli jonë është modeli Muhamedit alayhi salatu wassalam.